Gjykata e posaçme ka caktuar datën 19 shtator ora 14 për shqyrtimin e kërkesës së ish-presidentit Ilir Meta për revokimin e masës së sigurisë arrest me burg. Gjykata e posaçme i ka dërguar fletëthirrjen avokatit Kujtim Çakrani për të paraqitur në cilësinë e mbrojtësit të zgjedhur të Ilir Metës. Kërkesa ka si objekt revokimin e masës së sigurimit personal të arrestit me burg, që caktuar rreth një vit më parë nga GJKO dhe më pas u la në fuqi nga apeli. Seanca për revokimin e masës së sigurisë vjen pas mbylljes së hetimeve nga SPAK në 28 korrik, ku dosja kaloi për gjykim në fund të gushtit. Çështja përfshin 3 hetime të ndryshme, mes të cilave aferën Çezdia, lobimin e LSI-s në SBA dhe hetimin pasuror të ish-presidentit dhe zyrtarëve të tjerë. Meta dhe Monika Kurremadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie, ndërsa Fatime Kurremadhi dhe Emma Çoku për pastrim parash. Piro Xhixha akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë në bashkëpunim. Në të njëjtën kohë, gjyqtarja Irena Gjoka do të zhvillojë në 25 shtator në orën 11 seancën paraprake për ish-presidentin Meta, Monika Kurremadhi, Fatime Kurremadhi, Emma Çoku dhe Piro Xhixha, të cilët janë të marrë të pandehur nga SPAK. Çështja ka qenë objekt debatesh dhe sulmesh politike. Partia e Metës dhe ish-kryeministri Cali Berisha kanë kritikuar gjyqtaren, ndërsa avokati i Metës Kujtim Çakrani ka kërkuar dorëheqjen e saj nga çështja. Nëse gjyqtarja nuk dorëhiqet, mbrojtja e ish-presidentit do të kërkojë përjashtimin e saj, duke pretenduar se nuk mund të gjykojë çështjet për shkak të supozimeve për probleme me ligjin. Shqyrtimi i kërkesës së Metës pritet të jetë një moment vendimtar për të përcaktuar nëse ish-presidenti do të vazhdojë të qëndrojë në arrest në burg apo masa e sigurisë do të revokohet.